Në një shoqëri ku disa profesione akoma ndahen si punë të burrave dhe punë të grave, Samantha ka zgjedhur të thyejë rregullat. Kjo është historia e 17 vjeçares që ka vendosur që të ardhmen e saj t'ia dedikojë shëndetit të kafshëve, duke ndjekur studimet në shkollën e mesme profesionale Ndremjeta në Bushat. Unë fakt vi nga Shkodra, shkollën 9 vjeçare kam kryer tek Edi Durham. Në fakt, shkolla ku unë kryej tash gjimnazin është një shkollë që në fakt më ka pëlqyer që në momentin që e kam dëgju, nga që veterinarinë kam pas pacient që e vogël, edhe kam pas shif që ëndrrën time me e kalun një profesion, kafshë du shumë. Vendimi për ndjekur studimet për veterinari u paragjykua shumë nga rrethi i saj shoqëror, thot Samantha, të cilët shkuan deri në bullizim. Në fakt kam pas më shumë paragjykime, sepse edhe vetë dega veterinarisë, nga që është e bame ma shumë për gjinin mashkullor se sa për femnat, edhe kam has shumë vështirësi në shoqëni, nga që kam pas një shoqëni të jashtëzakonshme në Shkodër, edhe kam pas shkputje shumë, edhe kam kriju një shoqëni të re këtu, por kam pas shumë paragjykime, nga edhe bullizime ndonjëherë, nga që ti merresh me kafsh, edhe nuk është një profesion që duhet mu bë, me vazhdu në një shkollë tjetër, ama unë kam ndjek ëndrrën time dhe vazhdoj për me ndjek akoma. Ndihma mësuesve si edhe praktikat e shpeshta në terren kanë bërë që Samantha, megjithëse akoma pa përfunduar studimet e mesme, e kanë përgatitur që të jetë aftë për të mjekuar kafshët. Studimet janë të vështira, sepse tek e fundit është një mjeksi. Unë si nxënëse vitit dytë kam arrit të mësu disa gjëra, sepse në shkollën tonë praktikat bëhen jashtëzakonisht shumë, edhe teoria dhe praktika, jo vetëm tek klinika, por edhe shkojmë edhe në terren shumë. Edhe mësuesat janë të gatshëm për me i fut në praktik nxënësit shumë. Dhe jam e aftë, mundem me thonë si një veterinere e mesme, jam aftë me bërë shumë gjëra. Po, macat mundem i vaksinu, mundem i vizitu, mi pas se çfarë problemi kanë, tek vesh, tek zemra, tek rrahjet, tek frymarrja, tek çdo gjë. Unë kam pas një micë dhe kam akoma, dhe kur e kam sterilizu tek klinika këto, e kam mjeku me ilaçet në vetë në shtëpi. Të ardhmen e shes sërish pranë kafshëve, duke u kujdesur për shëndetin e tyre. Unë masi të kryej shkollën e mesme, du me vazhdu shkollën e lartë, pse jam me hap një klinik teme, me hap një qendër për kafshë, biles kjo m'pëlqen mas shumë ti, me hap një qendër për kafshë, ku munden me qëndru kafshët aty, mu mjeku, me fjet, me qëndru aty, pse jo dhe mu shit, pra e mendoj si diçka akoma dhe më të madhe. Jo vetëm për me punu në terren, por edhe me hap edhe diçka temen. Sot ajo nuk është thjesht një nxënëse e dalluar, por një shembull se kur pasioni drejton rrugën, paragjykimet mbeten pas.